Buka, shoqëruesja e pandashme e çdo vakti spanjoll, po zhduket nga tryezat me një ritëm shqetësues, të dhënet janë të qarta. Në fillim të viteve 1960, çdo spanjoll konsumonte 134 kg bukë në vit. Sot kjo sasi është reduktuar në gati 28 kg në vit, një rënje prej 80%, që reflekton shumë më tepër se sa një ndryshim të thjeshtë në dietë. Transformimi është kryesisht gjeneracional dhe kulturor. Sipas ekspertëve të sektorit, ekziston një qasje shumë e ndryshme midis të rinjve dhe të moshuarve. Të rinjtë kanë zëvendësuar këtë ushqim tradicional me burime të tjera karbohidratesh, si picat apo makaronat, dhe e lidhin bukën direkt me shtimin e peshë dhe intolerancat ushqimore. Ky largim nga dieta tipike mesdhetare ka qenë progresiv por i pandalshëm. Në dekadën e fundit, kërkesa ka rënë mbi 20%, nga 34,9 kg për frym në vitin 2015 në 27,82 kg në vitin 2025. Blerja e përditshme e bukës, dikur një ritual, po bëhet gjithnjë më e rrallë. Një nga faktorët më ndikues në këtë rënje është perceptimi i gabuar mbi vlerat ushqyese të bukës. Buka është goditur nga supozimi i gabuar se të bën të shtosh në peshë, thot një përfaqësuese e industrisë së këtij sektori. Ky besim është përhapur aq sa 29,2% e spanjollëve ndjekin një dietë pa bukë, ndërsa 24% e konsiderojnë atë të nevojshme për një dietë ekuilibruar. Realiteti është i ndryshëm. Përmbajtja e yndyrës në bukë është e ulët, por sektori ka tentuar të hedhë poshtë për dekada këtë mit pa shumë sukses. Për më tepër, shumë persona që nuk janë intolerant kanë ndaluar konsumin e produkteve me gluten, duke kontribuar më tej në rënjen e konsumit. Kriza ka goditur rënd sektorin tradicional. Rreth 40% e furrave të bukës janë mbyllur që nga fillimi i shekullit për shkak të rënjes së konsumit. Buka është bërë 30% më e shtrenjtë në një dekadë dhe tani shitet kryesisht në supermarkete dhe stacione karburanti, ku dominojnë prodhimet industriale.